Klubi Tenisit Peja në bashkëpunim me Federatën e Tenisit të Kosovës organizoi turneun e kuq dhe të portokallt, ku morën pjesë tenist e teniste në këtë grup moshave 8 dhe 10 vjeçare nga Peja, Prizreni, Mitrovica, Gjakova dhe Prishtina. Turneu është zhvilluar në sistemin round robin, që është adekuat për këto grup mosha. Në turneun e kuq në konkurrencën e vajzave, vendi i parë i takoi tenistes së re nga Trepça, Vesa Osmani, e cila në final ishte më e mirë se Altea Hajrizaj e po të njëjtit klub. Në konkurrencën e djemve në turneun e kuq, pozita e parë i takoi Nart Doroci të klubit të tenisit Trepça, pasi në finale me 10-5 në pikë shënoi fitoren ndaj Erion Veçgishtit të klubit të tenisit Prizreni. Në turneun e portokallt morën pjesë 5 vajza dhe 10 djem. Në konkurrencën e vajzave, turneu fillimisht u zhvillua në grup e pas meqeve preliminare, plasmanin në finale siguruan Aja Broqi e klubit të tenisit Peja dhe Forta Morina e klubit të tenisit Rilindja. Meqi final ishte shumë interesant me pika atraktive nga të dyja tenistes, e në fund triumfoi Forta Morina me 10-8 dhe 10-8 në pikë. Pozitat e treta në konkurrencën e vajzave ju takuan Rita Kelmendit të klubit të tenisit Peja dhe Majda Qeskos të klubit të tenisit Prizreni. Unë quhem Forta Morina, jam 9 vjeç, vi nga Prishtina. Unë sot ka marrë pjesë në turneun në Pej, fitova vendin e parë, jam shumë e lumtur dhe shpresoj që në të ardhmen të bëhem kampione në botë, në Evropë e të tjerë. Në konkurrencën e djemve në turneun e portokallt u formuan 2 grupe me nga 5 tenist. Nga grupi i parë, plasmanin e gjysmëfinale siguruan Melos Nallbani i klubit të tenisit Peja dhe Bard Ahmetaj i klubit të tenisit Prizreni. Ndërsa, kualifikimin e mesin e 4 më të mirëve nga grupi i dytë e siguruan Eron Zeka i klubit të tenisit Peja dhe Leonid Nushi i klubit të tenisit Sporek nga Gjakova. Në gjysmëfinalen e parë, Melos Nallbani shënoi fitoren ndaj Leonid Nushit me 10-6, ndërsa në gjysmëfinalen tjetër, Eron Zeka ishte më i mirë se Bard Ahmetaj, të cilin e mposhti me 10-8 në pikë. Në finalen pejane, Melos Nallbani e vërtetoi epitetin e favoritit duke triumfuar ndaj Eron Zekës me 10-7 dhe 10-1, dhe në këtë mënyrë me plot merit i takoi titulli i më të mirit. Unë jam Melos Nallbani, jam nga klubi i tenisit Peja, jam 9 vjeçar, ushtoj që 4 vjet dhe jam shumë i lumtur që kam marrë këtë kupë. Në turne të pranishëm ishin edhe anëtarët e Federatës së Tenisit të Kosovës, të cilët janë ndarë të kënaqur me rrjedhën e turneut në këtë kategori. Padyshim se klubi i tenisit Peja si edhe turnet të tjerë e organizoi këtë ngjarje me mjaft sukses. Numri i vogël unë e shoh me një mënyrë tjetër, pasi që fëmijët që të cilët kanë marrë pjesë, ne i kemi modifikuar turnet, fëmijët që të cilët kanë marrë pjesë 2 vitet e fundit në këto turnet të kuqe dhe të portokallt tani kanë dalë në kategori më të larta, për këtë arsye dhe numri është më i vogël. Natyrisht edhe ky është sukses, një numër prej 21 fëmijësh të marrin pjesë është një sukses për Federatën e Kosovës. Pam shumë lojra të bukura, pam se tenistët janë duke ecur përpara, kanë edhe eksperiencë ndërkombëtare, shumica prej tyre, pam poena mjaft të mirë, u dalluan natyrisht edhe tenistët pejan, të cilët janë duke treguar sukses me punën me këtë moshë, për me moshën prej moshës 8 deri në moshën 10 vjeçare, ju uroj për këtë punë. Sipas krereve të Federatës së Tenisit të Kosovës, pengesa kryesore për zhvillimin e këtij sporti tek ne janë numri i vogël i fushave të tenisit dhe mungesa tereneve të mbyllura. Federata e Tenisit natyrisht se do të mundohet që t'i mbështesë të gjitha klubet, jo vetëm me organizimin e turneve, por edhe me seminare të ndryshme, por edhe me rritjen e kapaciteteve të tereneve, në mënyrë që turnet të shkojnë me nivel evropian dhe botror, pasi që numri maksimal i tereneve që i kemi në shumicën e qyteteve është 1 ose 2, edhe kjo nuk mjafton për një tenis kvalitativ. Kur e shtojmë kësaj mungesën e tereneve të mbyllura për shkak të punës dimrit, atëherë nuk mund të jemi konkurrent në rajon dhe në botë. Shpresoj se kjo do të ndodhë së shpejti edhe ne me këta fëmijë që i kemi shumë të mirë dhe të talentuar të kemi sukses edhe në garat ndërkombëtare. Për 14 mirët nga secila kategori, organizatori kishte siguruar mirënjohje, medalje dhe kupa.
Përveç PS kam qef të fitoj shumë Roland Garros.